Ja ku jemi në studion e ditë e re, sot ashtu siç kemi thënë, është data 7 mars, dita e mësuesit, një datë e rëndësishme, një datë e cila mund të themi çdo herë na bën që të kujtojmë ato mësimdhënësit tonë të parë, mësimdhënësit të cilët na kanë mësuar fjalët e para në aspektin akademik, shkronjat e shumë çka. Por si është të rritësh në një frymë ku aty në shtëpi ndjehet mësimdhënia njëjtë si në shkollë, e shumë çka tjetër, por do të fokusohemi tek Gjimnazi Publik Vllazërim Bashkim. Nga Tianisi nuk po e fokusoj thjesht temën tek një gjë, do të flasim për shumë çka sot me drejtoreshën e Gjimnazit Publik Vllazërim Bashkim, Ardita Kovaçi. Mirë se më vjen në studio. Mirë se ju gjeta, përshëndetje për ju dhe shikuesit. Sot më shumë se kurrë duhet të them këtë prezantim ndryshe. Ardita Koka Kovaçi. Sepse do të flasim, do t'ja nisi pak nga 7 marsi. Para se dalim tek ajo që edhe sot ju pikërisht Gjimnazi shënon 7 marsin në një aktivitet të bukur, por ta spostoj për pak më vonë, filloj nga Ardita si një vajzë e vogël një herë me 2 prindër të cilët shumë të nderuar edhe të respektuar tek të gjithë nxënësit, tek të gjithë, le të themi, komuniteti. Babai i ndjer tashmë, ka qenë kujdestari im në shkollën fillore, Recep Koka, ndërsa Syme Koka gjithashtu mësimdhënëse e gjuhës dhe letërsisë shqipe, e dashur për gjithë. Si është të rritësh një herë në këtë frymë? Mendoj se asnjëherë emocion më të madh nuk kam për të folur se sa kur flas për prindërit. Ata thjesht janë pika ime e dopte, sidomos pasi që e kam humbur babin, e ndjej shumë mungesën e tij. Faleminderit për konsideratën tënde, Dafina. Me të vërtetë se ata pa modesti mund të them kanë lënë gjurmë në arsimimin shqip në anë të malit, po dhe në Olqin. 2 prindër model, 2 prindër cilët më kanë rritur në frymën e arsimimit, atë dhe dashurisë dhe shumë disa virtyte tjera. Për mua si fëmijë, kujtimet e para lidhen me ato ushtrimorët ku prindërit e mi korrigjonin hartimet e nxënësve, dëshira ime ishte të ma jepshin një nga midisi që ndodh të shkruaj diçka, të vizatoj diçka. Ndoshta i kam dëmtuar disa nga ato ushtrimore. Ose më kujtohet shpesh kur si fëmijë, pasi që kushtet ekonomike ishin atëherë më të dobta, kërkoja diçka në rrobat e nënës, të gjeja ndonjë çokoladë, ndonjë ëmbëlsirë dhe gjeja libra të fshehur, sepse ishte kohë e vështirë. Për ta, unë si fëmijë nuk e kuptoja, domethënë vështirësinë e asaj kohe të jesh një mësimdhënës, po të jesh edhe atëtar, kanë qenë kohë të vështira, gjë që baba i tim i kushtoi edhe punën, 10 vjet mbeti pa punë, si rezultat i bindjeve të tija politike ose thjesht si i thonte gjërat ashtu siç ishin. Kujtimet e bukura kam nga fëmiria, pavarësisht asaj që thash që ndoshta prindërit e mi janë ballafaquar me shumë vështirësi për cilat unë si fëmijë edhe nuk kam qenë e vetëdijshme, por që jam rritur mes librave, mes përgatitjeve për orë, planeve arsimore, fletoreve ushtrimore ose vjeshbankave, siç i quajmë. Këto janë kujtimet e mia më të bukura. Dhe nuk kam pasur asnjëherë dyshim që unë të shkoj në hapat e tyre, se s'kishte si të ndodhte ndryshe. Thjesht ishte lidhur ashtu. Dhe ishte një rrugë thjesht e trasuar për mua që vetëm të ndiqja hapat e atyre që më rritën. Të kërkoj ndjes për këto emocione, por të falenderoj se na i dhe shumë reale. Edhe sot duhet flasim shumë, le të themi, me ndjenjë dhe me vlerësim për ata të cilët kanë kryer këtë profesion me shumë dinjitet, e jo më kur i ke edhe prindër. E vërtet, mendoj se jo vetëm prindërit e mi ndoshta duhet të ceken se shumë mësimdhënës të asaj kohe janë ballafaquar me kriza të ndryshme në jetën e tyre profesionale. Dhe jo vetëm baba im ka mbetur në atë kohë pa punë, por edhe profesorët e tjerë edhe nga Gjimnazi Vllazërim Bashkim, dhe unë shpresoj që edhe sot, po dhe në ditët e ardhshme, në aktivitetet tona që i kemi, emrat e tyre do t'i përmendim dhe do t'i vlerësojmë të paktën me një mirënjohje. Gëzuar këtë 7 mars. Tani kalojmë te ky aktiviteti që është sot. Një aktivitet që ju jeni duke realizuar pikërisht tani pas pak minutave. Në ora 10 do të filloj në Gjimnazin Publik Vllazërim Bashkim. Na jep pak më shumë detaje. E vërtet, ne domethënë që nga fillimi i mandatit tim si drejtoreshe e shkollës, kjo është një datë që padyshim e kemi shënuar gjithmonë ashtu siç duhet, me solemnitet dhe me përgatitjet e duhura. Mendoj se mësimdhënësit, domethënë duke qenë se e di edhe nga familja ose nga jeta ime personale, e meritojnë një ditë, themi faleminderit në atë formën më të bukur të mundshme, me krijimet e nxënësve, me fjalët më të ndjera që ata i kanë përgatitur. Dhe sot ju pret një program jashtëzakonisht i mirë.
Unë shpesh herë, kur flasë për nxënësit ose mësimdhënësit ose për prindërit, nuk ka modesti. Me të vërtetë që mësimdhënësit e aktivit të gjuhës shqipe janë përgatitur jashtëzakonisht, kanë përgatitur nxënësit e tyre jashtëzakonisht mirë, dhe sot na pret një program i bukur me recitime, pjesë skenike, vallëzim, dhe normalisht do të marrë pjesë edhe kori i jashtëzakonshëm i shkollës në udhëheqjen e profesorit të muzikës Blendit. Është i hapur le të themi edhe për ata prindër që kanë dëshirë të vinë? Mirë se të vinë të gjithë ata që kanë dëshirë të vinë, që janë miq të shkollës, ashtu siç i quaj unë. Di që këto ditë janë të ngjeshura jo vetëm për përgatitjet e 7 marsit, që ju dëshirojmë suksesën e aktivitet sot, edhe ne do ta pasqyrojmë edhe në kronikën e Ulqinit padyshim, por di që janë ditë të ngjeshura sepse gjimnazi po shënon edhe pak 60 vjetorin. Tani, angazhimi i 7 marsit, por nga ana tjetër një angazhim edhe më i madh për të shënuar 60 vjetorin. E vërtet, fatmirësisht jemi një staf i madh dhe të gjithë sikur e ndajmë një energji të njëjtë pune. Edhe kur e marrim një projekt, ta punojmë, secili e plotësojmë njëri tjetrin dhe vim të një rezultat pastaj i kënaqshëm. Deri tani shpresoj se tani të na shkojë mbar. Aktiviteti i 7 marsit, siç e prezantova për sot, është përfunduar dhe ne tani vetëm presim të bëjmë hapjen dhe të shkojë çdo gjë siç duhet, ndërsa aktivitetet për festimin e 60 vjetorit të shkollës kanë filluar më herët dhe do të jenë disa ditë të cilët i kemi kushtuar këtij jubileu të shkollës. Pra disa aktivitete. Një prej aktiviteteve që i vlen të përmendet është edhe shfaqja të cilën po e bëjmë pjesën e teatrit, cilën po e bëjmë në bashkëpunim me Teatrin Teuta, respektivisht me të nderuarin Moni Babazi, Edinën dhe Jetën, dy profesioniste të jashtëzakonshme që i kemi në Ulqin dhe që po japin maksimumin dhe ndihmën e tyre që të vendosim në skenë një shfaqje e cila është shfaqur para 50 viteve dhe ka vendosur në skenë Ndjeri Bajram Rexha. Kjo do të jetë edhe një mbrëmje humazh që do t'i bëjmë punës dhe veprës së Bajram Rexhës, profesorit të gjuhës shqipe dhe një adhetarit të dalluar të gjimnazit Vllazërim Bashkim. Dua t'i them 2 fjalë për Bajramin si figurë e cila vlen të përmendet dhe vlen të më thënë që t'i kushtohet edhe një mbrëmje e veçantë si që është kjo që po bëjmë ne, sepse ka qenë ndër të paret të cilët jo vetëm e ka zgjuar jetën kulturore të shkollës, por e ka zgjuar jetën kulturore të tërë Ulqinit. Ai ka vendosur në skenë, do të thonë ka formuar ekipën ose teatrin e nxënësve dhe ka vendosur në skenë pjesë siç është Toka Jon, Halilja Hajria, sikur t'isha djalë, që është pjesa të cilën ne do ta risjellim, po dhe disa komedi të tjera. Por sikur t'isha djalë, mendoj se është një pjesë shumë e bukur, shumë e ndjerë, e kapshme për gjimnazin, dhe cilën po punojnë, siç thashë Edina dhe Jeta dhe profesorët tanë me nxënësit, me një numër të madh nxënësish, do të jetë një shfaqje e bukur, mos e humbisni. Kaq mund të them. Është interesante edhe për të vlerësuar, sepse kur fillon nga shkolla, ti jesh edhe pjesë e kësaj aspektit, le të themi, edhe kulturor, edhe teatrit, disi edhe nxënësit vetë marrin edhe më shumë dimensione për vetën. Ne kur kishim para disa kohësh i kishim audicionet ku po përzgjedhnim nxënësit cilët do të merrin pjesë tek kjo shfaqje teatrale. Edina dhe Jeta dhe disa të tjerë që ishin tek juria patën një fluks nxënësish që ne nuk e kemi britur, të kemi aq nxënës të interesuar për teatr, për aktrim. Po. Edhe kur përfundoi audicioni, Edina më tha, unë nuk di cilin të zgjedh. Këto janë të gjithë të talentuar. Dhe ç'është bëri ajo, bëri të mundur që t'i përfshi të gjithë, të cilët u paraqitën në audicione, t'i përfshi në këtë pjesë aktrimit, ju jepen nga një rol. Kështu që janë përmbi 20 nxënës të përfshirë në aktrim, në pjesën që do të vëhet në skenë, dhe me të vërtet unë nuk e kam parë, nuk e kam ndjekur provat, kam dëshirë që ta shijoj si të gjithë ju për herë të parë. Ta shohim të gjithë për herë të parë. Uroj shumë që të dalë diçka e bukur, nuk dyshoj për këtë, por përveç kësaj ka dhe aktivitetet të tjera që do ta shënojnë 60 vjetorin. Momentalisht kemi përfunduar shumicën e ekspozitës, ne do të paraqitemi në këtë 60 vjetor me 2 ekspozita. Një do të realizohet në ambientet të shkollës dhe ka të bëjë me portretizimin e 30 profesorëve të parë që ka pasur gjimnazi i Ulqinit. 30 profesorë të parë janë portretizuar, pra janë bërë portretet e tyre,
nga nxënësit, por në mentorimin e profesor Eden Kaplanit dhe Almi Sukës, janë portrete jashtëzakonisht realizuar bukur. Më thanë, ekspozit të tillë nuk ka pasur, sonë edhe i kam pyetur. Ka ekspozita personale me motive të ndryshme, por portrete, 30 portrete, ti shihni me një vend, do ta keni rastin në parë tek ne. Dhe ne e kemi vlerësuar se njerëzit e parë, të cilët e kanë nisur rrugën e arsimit në gjimnazin ton, e meritojnë që të portretizohen dhe të njohin gjenerata që vijnë. Për shembull, nuk i kam njohur as gjysën, tani i njoh, nxënësit të cilët i kanë punuar portretet, po ashtu janë informuar kush janë ata, çfarë kanë bërë, çfarë kanë dhënë etj. Kështu që në një farë mënyre po ju bëjmë një nderim atyre profesorë të cilët e kanë filluar punën, ndoshta gjysma nuk janë në mesin ton, e disa dhe janë, po ne do t'i përjetësojmë, të themi kështu, me një ekspozitë. Përveç ekspozitës, po përgatisim edhe një album fotografik me fotografi nga fillimi i shkollimit deri më sot. 60 vite në fotografi, është një lloj monografie përmes fotografive. Këtë edicion, domethënë këtë botim, po përgatisin po ashtu 2 profesoresha të shkollës, Ema dhe Giovanna, dy vajza shumë të talentuara. Besoj se do të dalë një fotoalbum i bukur, fotografi të cilat janë në rrezik që të humbin, të harrohen. Thjesht i përjetësojmë në një botim, në një formë libri për gjenerata që vinë, ta shohin se si kanë qenë dikur, si ka evoluar shkolla deri në ditët e sotme. Edhe ky botim po përfundohet këtë ditë dhe do të dalë nga shtypi, kur do ta bëjmë promovimin, po atë natë që do të kemi edhe ekspozitën. Kjo ishte nata e dytë. Nata e tretë, nata finale, të themi ta quajmë kështu, i solemnitetit të 60 vjetorit do të bëhet në Qendrën për Kulturë. Aty do të shfaqim dokumentarin historik të shkollës dhe programin festiv. Dhe me kaq besoj se është shumë e bollshme, është shumë e bukur. Përmbyllim aktivitetet, një ditë në shkollën tonë duket shumë e zhurmshme, por shumë e bukur. Të gjitha anët nxënësit janë të përfshirë në aktivitete të ndryshme dhe madje sot kur po kaloja dhe i shifja nxënësit se si po diskutonin, po provonin, po bënin prova etj. Thash me vete, kjo është shkolla që kam dashur. Kështu doja ta shifja shkollën. Kur themi sot këtë fjalë në këtë datë të 7 marsit, ka edhe peshë më shumë, se ndonjëherë ne edhe paragjykojmë, edhe themi jo po si ishte dikur 7 marsi, jo po a ju dim vlerën tani mësimdhënësve. Edhe kur arrim në këtë pikë që përsëri të rikthehet, le të themi ajo fryma e bukur edhe pozitive në shkolla, mund të themi që ja dalë. Po mendoj se edhe mësimdhënësit janë qenie njerëzore, domethënë si çdo njeri, kanë ato ngritjet dhe uljet e veta. Shumë herë kur e shohin se diçka nuk shkon ashtu si ata mendojnë, ndoshta mund t'ju ulet morali edhe të thonë, a din unë po mundohem, po s'po shoh rezultat. Pastaj vjen një ditë që të vinë 2-3 nxënës dhe shfaqin gjithë atë që ti ju ke dhënë, të janë mirënjohës, drejtohen me fjalët më të bukura, atëherë mësimdhënësit i dalin krahët, i kthehet energjia dhe hyn përsëri në klasë ashtu i lumtur, i mirë, i plotësuar. Domethënë, këto janë momente të ndryshme, ne jetojmë me nxënësit, ne jetojmë me ata, çdo gëzim i tyri neve na gëzon, çdo fatkeqësi e tyre neve na trishton, kështu që nëse shohim se një nxënës nuk ec asaj rrugë e cilët ne mendojmë se është më e mira për të, neve na trishton ajo gjë, ndoshta ndonjëherë bjen morali i mësimdhënësit, por në anën tjetër sa herë shohim që nxënësit tanë ecin përpara, dëshirojnë të marrin për ne sa më tepër, ne jemi aty dhe u japim sa më tepër dhe kjo është një formë motivimi për punën tonë. Mendoj se do është gjetur një balans i bukur. Sepse kur themi që mësimdhënësi është edhe prind i dytë, nga ana tjetër luan edhe një rol të psikologut. Ju personalisht nga ana tjetër jeni edhe me profesionin e psikologës, kështu që është bërë një balans i mirë për të vazhduar një punë të mirë në gjimnazin. Po, mendoj se jam një stabilizator. Ndoshta sa i takon profesionit, por kam pas fatin një ekip shumë të mirë mësimdhënësish në gjimnazin Vllazërim Bashkim që janë po aq entuziast dhe aq aktiv sa unë. Tani, për oraret e sakta të 60 vjetorit, do të njoftohemi besoj edhe në ditët në vazhdim? Do të jenë, domethënë 21 marsi është nata jonë finale, 2-3 net më herët do të jenë datat, ndoshta mvaremi pak ta shohim se kur na dalin butimet dhe kur i kryjmë të gjitha përgatitjet që të caktojmë datat e sakta, por gjithsesi do të jenë 3 net. Okej, 3 net në javën para 21 marsit. Ju dëshiroj shumë suksese, se nuk po të marrë më shumë kohë sepse ora dhe pak do jetë tjetë, të gjithë tani në Gjimnazin Publik Vllazërim Bashkim për të shënuar dhe për të festuar 7 marsin. Jeni të ftuar, mirë se vini. Kënaqësi, faleminderit. Punë të mbarë sot, një ditë sa më të bukur.